Në Prizren, shoqata Esnaf ka nisur organizimin tradicional të iftarëve për familjet në nevojë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Kryetari i shoqatës Esnaf, Variz Gjejlani, theksoi se ideja për organizimin e iftarëve lindi pikërisht në jubileun e 30 vjetorit të shoqatës. Ai bëri të ditur se aktiviteti po realizohet në bashkëpunim me Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit. Në 30 vjetorin të themelimit të Esnafit, lindi kjo ideja nga kryesia e Esnafit për të organizuar një iftar të tillë, edhe fal mbështetësve, anëtarëve kryesisë të Esnafit, sponsorëve të tjerë, jemi të realizu këtë iftar në organizim me Bashkësinë Islame të Prizrenit, ku çdo ditë prej 120 deri 150 persona kanë mundësinë të hapin iftarin në këtë tendën tonë. Sipas tij, çdo mbrëmje në tendën e vendosur për këtë qëllim kanë mundësi të hapin iftarin nga 120 deri në 150 persona. Prej vitit parë që kemi nis, po ashtu edhe këtë vit kemi interesim jashtëzakonisht të mirë, edhe kjo për neve na vjen shumë mirë, edhe sponsorëve tanë, mbështetësve tanë, po ashtu edhe bashkë me qytetarët tanë jemi të hap iftarin çdo natë prej ditës parë të Ramazanit deri në fund. Këtu jemi në këtë tendën e Esnafit. Gjejlani tha se interesimi i qytetarëve është jashtëzakonisht i madh, gjë që sipas tij i bën organizatorët të ndihen shumë mirë dhe të motivuar për të vazhduar këtë traditë. Po të gjithë qytetarëve është dyert e kemi të hapur, pra përmes edhe televizionit ju ftoj qytetarët që kanë nevojë për me hap iftarin, çadra tenda e iftarit është gati për këtë qytetarët që janë në qytetin tonë, po ashtu edhe mysafirët që vinë prej jashtë, që nuk kanë mundësi të kenë për të ushqyer për iftar, ne jemi të gatshëm me atë kapacitetin tonë që kemi planifikuar më herët, këtu jemi të veprit. Po në fillim u konë për 100 veta, tani u rrit prej 120 dhe tani më thash prej 120 deri 140-50 veta kanë mundësinë për të ushqyer në sofrën e Esnafit. Ndërkaq, kryeimami Orhan Bislima e vlerësoi lart bashkëpunimin me shoqatën Esnaf dhe organizimin e iftarëve, duke falendëruar të gjithë donatorët që po kontribuojnë për familjet në nevojë gjatë këtij 30 ditëshi të agjerimit. Shumë e vlerësojmë këtë gjest dhe Zoti shpëlbeft të gjithë donatorët, gjithë investitorët që po e japin këtë ushqim, që nuk është pak, është bukur shumë, se kemi të bëjmë për 30 ditë Ramazan. Jo për një ditë, për 2, për 3, por për 30 ditë. Tash po dëgjojmë edhe ushtrimin e topit të një atmosferë impozante e Ramazanit, dhe bashkëpunimi jonë me shoqatën Esnaf ka qenë më hershëm ashtu edhe tani. Dhe këtu, nëse dikush dënë me shiju momentin e agjerimit, momentin e Ramazanit, atmosferën e Ramazanit, le të vinë këtu, se nuk është vetëm për të varfërt, por është edhe për gjitha shtesat e shoqërisë. Ne jemi mësuar të hamë ushqime vetëm në restorante. Po thamë ushqime të organizuara, iftare të shtruara nga kompleksi. Këtu është një tend me ushqime të ngrohta, ushqime të mira, ushqime origjinale, dhe njerëzit që dëshirojnë me shiju atmosferën e Prizrenit dhe këtu në Ramazan. Organizimi i iftarëve në Prizren po dëshmon edhe një herë frymën e solidaritetit dhe humanizmit që karakterizon këtë qytet.